Nëse vozitni me 80 km në orë në një zonë ku shpejtësia e lejuar është vetëm 50 km në orë, ndërkohë që keni target të huaja, do të kaloni pa u ndëshkuar, pasi kamerat e sistemit qyteti i sigurt edhe i evidentojnë vetëm shoferët vendas. Problemi është veçanërisht i theksuar gjatë periudhës së verës ku nëpër vend tranzitojnë mijëra shoferë të huaj pa mundësi që të regjistrojnë dhe të sanksionohet shpejtësia e tyre apo çfarëdo shkelje tjetër para se të kalojnë kufirin e Maqedonisë së Veriut. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se sistemi qyteti i sigurt këto ditë do të fillojë të funksionojë fillimisht në pikën kufitare Tabanoc, ndërsa së shpejti edhe në të gjitha pikat kufitare. Megjithatë, nuk ka një afat konkret se çfarë nënkupton së shpejti. Derisa të bëhet e qartë se si urdhër pagesat apo procedura gjyqësore do të funksionojnë në praktik, për shtetasit e huaj e vetmja pengesë në rrugë mbeten policët e komunikacionit, të ashtu quajturit ndjekës apo patrullat me radar. Kamerat e këtij sistemi gjatë 5 muajve të parë kanë evidentuar mbi 120.000 kundërvajtje, prej të cilave madje 95% kanë qenë për tejkalim të shpejtësisë.